operacioni, po them, dukja e prokurisë së posaçme në datën 26 prill në Elbasan ka lidhje me një grup të strukturuar kriminal në qytet. Por ditë them që aksioni datës 10 prill për shembull, që u kryen kontrollet në biznese, por edhe në banesat e personave të cilët kanë pushtet në Elbasan, janë lidhje të Suel Qelës dhe duke qenë që prokuria e posaçme ka këtë informacion pasi ka dalë në komunikimet e Skype këto persona dhe ndikimi që mund të ketë ky personazh tek këta persona, mbetet për t'u parë nëse këta persona apo këta biznesmen apo këta drejtues lokal kanë kryer ndonjë palishmëri, por deri në këtë moment jemi në kushtet kur ata janë pyetur në prokurinë e posaçme. Ne kishim pak ditë më parë që u pyet drejtori i ujësjellësit të Elbasanit në prokurinë e posaçme. U zhvilluan kontrolle në zyrat e biznesmenëve dhe bizneseve të ndryshëm në Elbasan, por që të marrë një konfirmim zyrtar nëse këta persona kanë kryer palishmëri në këtë qytet, mi mbetet prokurisë së posaçme të na e thotë nëse do ketë